të vini në zemrën e natyrës shqiptare, në një nga destinacionet më të bukura dhe autentike në të gjithë vendin tonë, në Divjak. Sot është dita kur nisim sezonin turistik 2025, një sezon që sjell një festë të hapur për të gjithë ata që kërkojnë ajër të pastër, aventurë, kulturë të gjallë dhe gjithçka tjetër që ofron Parku Kombëtar Divjak Karavastar. Starlight, I need you. Tashmë dita e çeljes së sezonit turistik për Divjakën është bërë një risi dhe nga viti në vit kjo tradit po përmirësohet. Në këndvështrimin tim shoh që patjetër vetë një sezon më cilësor, këtë e them sepse tashmë në vijën bregdetare është edhe linja e ujit fishëm, edhe linja e shtylla elektrike, ku të tëra pikat që do shërbejnë do jenë më cilësore dhe ke shërbime të mirë. Nga ana tjetër, pak tjetër që plazhi Divjak është një plazh më shumë ditor dhe tashmë shohim në përditshmërinë tonë që shumë të huaj vinë, qoftë edhe me kampingjet e tyre me vete, qoftë edhe familjar apo edhe turizëm me biçikletë apo turizëm masiv. Shpresoj që patjetër do ketë një arritje shumë më të lartë, pasi dhe shërbimet do jenë më cilësore.